Reforma administrativo-territoriale në Shqipëri, ku sigurisht pjesë e saj do të jenë edhe komunat apo edhe pjesë ato komuna ku jeton edhe minoriteti maqedonës. Para me syrin tuaj, sa rrezikon që minoriteti maqedonës, le të themi, të bashkohet me komuna tjera duke rrezikuar dhe asimilimin në mes? Komuniteti Maqedonës është i shqetësuar me reformën territoriale që planifikohet të bëhet. Është i shqetësuar në radhë të parë sepse nuk kemi informacion nga qeveria për kjo reformë. Dhe neve në shqetëson fakti sepse në qoftë se bëhet siç flitet që të bëhet që të bashkohen komunat ku jeton minoriteti Maqedonës, si komuna e Pustecit në zonën e Prespës dhe komunat Ostren, Trebisht dhe Steblev në zonën e Gollobërdës, dhe komunat Shishtavec dhe Zapot në komunën e Gorës, ku to janë komuna ku jeton pothuajse 90% e popullsisë në këto komuna është komuniteti Maqedonës. Dhe historikisht këto komuna gjithmonë kanë qenë qeverisje lokale më vete. Dhe prandaj neve në shqetëson fakti se nëse bëhet kjo reformë territoriale dhe këto komuna të bashkohen me komuna me shumicë me popullsi shqiptare, është frika e asimilimit dhe preket direkt të drejtat e komunitetit Maqedonës. Ne konkretisht në Republikën e Shqipërisë jemi të njohur zyrtarisht vetëm në komunën e Pustecit. Dhe këtu kemi të drejta si përdorimin e gjuhës maqedonase, përdorimin e simboleve, gjithë tabelat orientuese në institucione janë në dy gjuhë shqipe dhe maqedonisht në bazë të ligjeve të shtetit shqiptar, po edhe në bazë të konventit skuadër për drejtat e minoriteteve. Dhe në qoftë se bëhet kjo ndarje territoriale pa në pyetur neve, pa pyetur komunitetin dhe të bashkohet, domethënë këtu vjen frika e asimilimit. Është ngritur një grup pune në prefekturën e Korçës edhe ku janë ndarë detyrat. Ju si minoritet, a keni qenë pjesë e këtij grupi pune, le të them, qoftë për palë interesi, jo pjesë e grupit punës, por jeni thirrur dhe a keni mësuar se çfarë detyra është shpërndar, a keni pasur një takim? Ne kemi marrë vesh nga media që është ngritur një grup pune pranë prefekturës, po në atë grup të punës nuk ka asnjë përfaqësues të komunitetit Maqedonës. Të paktën duhet të kishte një përfaqësues nga komuniteti Maqedonës, sepse në qarkun e Korçës ka një komunë që është 100% e banuar nga komuniteti Maqedonës, që është komuna e Pustecit. Të paktën kryetari i kësaj komune duhet të ishte pjesë e grupit të punës, sepse ne cënohemi direkt me këtë grup pune. Së shpejti ne do bëjmë kontakte edhe me prefektin, me mendimet tona për këtë ndarje territoriale. Po, për mos prekjen e të drejtave të komunitetit Maqedonës, komuna e Pustecit, por e komunat ku jetojnë komuniteti Maqedonës në zonën e Gorës së Gollobërdës nuk duhet të preken. Duhet të lihen me njëan, siç kanë qenë, domethënë, duhet të kenë një status të veçantë. A keni pasur kontakt me instanca më të larta, qoftë me ministrin Blendi Çuçi? Unë di që keni zhvilluar një takim me zyrën e OSB-s në Tiranë. Çfarë keni shqetësuar? Ne kemi kërkuar, jemi në pritje për takim me zotin Çuçi. Deri tani kemi bërë kontakte me faktorit ndërkombëtar në vendin tonë, me zyrën e OSB-s, të ambasadat të tjera dhe ku kemi ngritur shqetësimin tonë dhe ku kërkojmë edhe mbështetjen e tyre që të komunat tona të mos preken, të mos shkrihen. Së shpejti presim një takim me zotin Çuçi. Nga daljet publike zoti Çuçi para një jave ka thënë që komuna e Pustecit nuk do preket, po ne do konkretisht, domethënë, fakti që në të vërtetë komuna e Pustecit nuk do preket, po këtu nuk bëhet fjalë vetëm për komunën e Pustecit, pasi ne kemi edhe 5 komuna të tjera që janë në Gorë dhe në Gollobërdë dhe nuk e dim statusin e tyre si do preken apo jo. Dhe prandaj ne në këtë takim duhet të shprehemi shqetësimet tona dhe që këto komuna të mos preken, ose në Gorë, në Gollobërdë të paktën mund të bëhet si zonë një komunë, në zonën e Gorës një komunë dhe në zonën e Gollobërdës një komunë. Pasi atje të gjithë kriteret që i ka shpallur qeveria, si popullsia, kriteret e tjera atje plotësohen, domethënë mbi 10 banor. Vetëm në zonën e Prespës, komunën e Pustecit nuk plotësohet kriteri popullsisë, ku kemi një popullsi për 5260 banor që janë 100% të komunitetit Maqedonës. Kriterit të popullsisë në komunën e Pustecit, ju sërish nuk keni dakord që kjo komunë të bashkohet me një si tjetër vendore? Reforma territoriale po bëhet në shërbim për qytetarëve. Çfarë shërbim do t'i ofroj bashkia ose komuna e re, në qoftë se komuna tonë bashkohet me komuna të tjera, me shumicë shqiptare, kur qendra e komunës nga fshatrat e zonës të Prespës është 50 km, domethënë njerë që këtu çfarë gama e ofrimit të shërbimit të qytetarëve
domethënë do jetë zero. Dhe pastaj vjen frika që thamë edhe nga mohimi i të drejtave që ne i kemi në zonën e Prespës, siç është mësimin e gjuhës samtare në shkolla, në përdorimin e gjuhës maqedonëse, simboleve maqedonëse dhe gjithë tabelat orientuese dhe institucioneve në dy gjuhë, shqip dhe maqedonisht, në bazë të konventit skuadër që Republika e Shqipërisë e ka nënshkruar dhe e ka ratifikuar. Dhe këto të drejta do na mohojnë nëse ne komuna e Pustecit bashkohet me komuna me shumicë shqiptare. Dhe këtu e kam parasysh edhe që të drejtën për të qenë më vete, si të kemi një status veçantë vjen edhe nga konventa kuadër për mbrojtjen e të drejtave të minoriteteve, si dhe edhe nga Kushtetuta e Shqipërisë në Eni 20, ku thotë që për drejtat e minoriteteve në Eni 20 që ka të bëjë direkt me të drejtat e minoriteteve, po edhe në Eni 108 të Kushtetutës së Shqipërisë, ku thotë që nuk mund të bëhet ndarje territoriale pa pyetur qytetarët që janë edhe përfaqësuesit në një komunë. Si dhe Karta Europiane për vetë qeverisjen lokale, ku Shqipëria e ka nënshkruar dhe ratifikuar, dhe në këtë kartë thuhet që duhet të merret mendimi i qytetarëve që jetojnë për një ndarje territoriale, si dhe është opsioni i referendumit lokal, domethënë nëse janë dakord apo nuk janë dakord qytetarët.